gjyshërit tanë, stërgjyshërit tanë, kanë lënë jetën për këtë tragjas, për këtë trahin. Kam 40 vjetë që jam larguar nga fshati, po sot kam ardhur nga Kurbeti për të mbështetur fëmijët e mi që jetojnë këtu. Dhe pushtuesit kanë kaluar, na kanë ndjekur, kemi luftuar, i kemi ndërtuar prapë shtëpitë tona dhe ja ku jemi prapë. Dhe më të bukura. Po problemi i ujit është që po na i morën ujin, i bie që ne vetëm thjesht ikim, nuk e di. Më vjen shumë gjyna që Edi Rama do të çpopullojë fshatin e Tragjasit. Se në qoftë se do i marri ujin, do marri jetën e këtyre çunave që punojnë dhe jetojnë këtu. Kalimi i ujrave nëntoksore nga njëri basen në tjetrin, nga baseni i Dukatit, Tragjasit, në basenin e Dërmiut, konventa nuk lejon më shumë se 5%. 5% të 700 litra ujë, 35 litra ujë në sekond, mund të merrnin ata në mënyrë ligjore. Ata duan marrin 300 litra ujë në sekond. Të vendoset si kusht i pa bizedueshëm dhe i pa pranueshëm për fshatin, çdo ndërhyrje në burim, punime, ndryshime të rrjedhjes dhe vendosje pompash brenda tyre, ndërtimi i stacioneve pranë tyre dhe asnjë ndryshim nga pamja dhe destinacioni natyror i tyre, ashtu si dhe marrja e ujit në rrjedhje natyrore të lumit. Janë shkelur disa norma ligjore në hartimin e projektit, nuk është bërë konsultimi publik me banorët, nuk janë marrë parasysh nevojat në rritje të zonës, si për ujë pishën, si për ujitje. Do paraqesim kërkesë padin pranë gjykatës administrative të shkallës parë Lushnja. Pra kjo betejë nuk do të ndalet vetëm me protesta, por do të vijojmë dhe në aspektin juridik në rast se eventualisht ata anullojnë projektin, ne patjetër do heqim dorë nga padia.